Hajde pra që zemrën pe alom Albin Kurti se edhe e kish marak, ja hongsha zemrën atina se që shtu e ka tamël zemrën si shiqer. Nej se gjysën pak pe kërkoj edhone, po nashta mos po vjen son të Albini, e t'ja lom pak se meriton me hongër zemrë, se ka zemrën që shtu tamël, si mjalta, djetë, nej se jo opozita ini që shtu të verdh. Albini është që kë jamël si shiqiri. Po ju përshëndes. O këqyrën e posh një zët, lë dykyen Kaçanik. 30 vetë. Edhe ata kryetari e presidentja, e Lutfi Haziri, e u Kërkova, e krejt kompania bashkë, veç 2 qytetarë që në konë për masë, thash këqyrë ku kanë raqët atë njëratë. Në kohën e Rrogovës, i moshke stadiumin. Këta gjenoha të thirë tash në emën të Rrogovës, jo një kafesën për mushin. Lema për stadiumet që s'flitat eq. Po më vjen gjëna ka njëherë. Vjos, besa që po më vjen gjëna prej teje, ku kera ka që poshtë kështu. Krejt stafi për para i LDK-s edhe 3 qytetarë që ate për mas. Këqyrë në fotografie nuk është rënë, është originale foto prej Kaçanikut. Është sot mas ditën Kaçanik. Mos më thoni jo falcon, se nuk e baj falcon, veç e reale që ka. Deklarimet e fundit PDK, LDK, AK, po thonë që kena me bon qeverien bashk e mërzu Albin Kurtin. Këta shumë mirë e din që vetë nuk mujnë mërzu. E vetë mja shansë është me konë edhe lista serbe, se mujnë me shku ata 51, Albini 49, ose Albini 51, ata 49. Prafërsisht qasaj cilën numret. Po që kam boni për shtypje mu për 3 dite, janë pa 2 gazetarë të Kosovës njoftën për ambasadës Serbijës këtu në Bern, Zvicrës. Edhe është pak e habiqme, mos janë pa ata 2 këtu, me siguri ka negociu, se ai Vučići ka dhonë 1 miliard pare deri që tash për mërzu Albin Kurtin. E vetëmja mënyrë është mërzu Albin Kurtin në përmes listës serbe, për ndryshe opozita nuk ka shans, as teori, as matematik, nuk e rrok kërqysh që këta me mujtë mërzu Albin Kurtin pa listën serbe. Ramushi e kësh nëshu në zbritje, 50% partijen. Ha, bëcë. Ishte shku të poshtë, ha, ku në me em, sa ish ajë, kështu në për studio, bes në kur ga bëjke, se zgudze, kemi bërtita sa në për Ramushi. Tash si ka dollë Ramushi, këta tjertë, mës vetë, e po shpram njën një carejke, sa i fa Ramadani, a i shtrem, ku në me em, si dullë Ramushi për partijës, ti kanë qu kratë, këta tjertë tash, kush po bat ma trem se Ramushi. Ma Ramush, 3% që në shkelen duket. Vallaj po më dhimësh. Se kum prit që bjen 3% bez Albini shka zban. Po më dhimën qëtat për dykës. Ku shkojnë me votu, qysh kanë me votu, me aqit votën, një njeri që ka bojt stafetën e titës. A kështu thujnë na jena patriota, ja nena e knena, jo kena shliru, jo na kështu, jo na ashtu. Ama në fund, ku shkojnë me votu, do të me aqit votën, atina që ka bojt stafetën e titës. Po më dhimën, kanë ranë pozit keqe, nuk, adin janë shumë keqen, nuk e di që shenin tash njeri, ku shkojnë ato si PDK, si shlerimtar, shkojnë ja qetë votën pionerit Titos, ka gja problem është. Nashta se kanë menu, po nashta ngojnë këtë videon, ju bjen nërmen që ka kanë me bo, adin tash, se jo s'dijet nashta e që jesin kolaj, veç, onës po besë vëllaj, se onës e kësha qitë kur, për 300.000 vjetë me tu kur, votë se kësha qitë pionierit Titos.
Lima e Lushtaku të familja Shimthoqit. Kesh ka menoj tash Orani Smoli ku ti qetë për partijës të dytë. Ata e në hazër sa mihen edhe ato, vesh duke të dhosh ka vjen era një partijës të reja, dhe se nuk e len na i Prishtinës mo, se jav ka morë ato. Nuk i len mo. Nine Krismën tash mas një 2-3 dite ku qelin parti të rej Lima me Lushtakun. Se për nëryshe aji, Orani si len aji njek, ja, po ma mirë rënjërë, se për ju qëtë ketë për partijës e ta met një as me otën, as me fatën. Albini pas ka dalë të pjek që bapa, pret njësat mas dite ku dalin këta, të lë dëkësët për dëkës, a kës të qitë flia këllan me duqa, ha baca, se shka të banë Albini këta për mas, se s'ka një ide me botë partë, po i bojnë masanina. Veç këshërën e tash mas dite kur dalin të qitë këllan me duqa. Aj, po, misa ka të i krejtë. Fukarallak i madhë në për dëkë, a, baca, vesh ngani. Arjan Tahiri, në vitin 2022, ka vlerë banes në vlerë 118.000 euro, si bashk investim me bashkëshorten, ndërrimin e banesës paraprake dhe kredi bankare. Po atë vit, a i ka vlerë edhe garazh 6.000 euro, si bashk investim me bashkëshorten, si edhe parking 9.000 euro në emër të bashkëshortës. Në vitin 2022, Tahiri ka deklaruar edhe një vetur të vlerë 30.000 euro me kursime e kredi në emër të gruas. Në emër të gruas, a i ka deklaruar edhe një banes 35.000 euro të vlerë në vitin 2025. Po këtë vit, a i ka vlerë edhe një vetur në vlerë 18.000 euro, që thot se parat i ka marrë nga kursimet personale dhe mbështetja nga anëtarët e familjes. Ndonë se ka vlerë banes, vetura, parking e garazhe nga kursimet, Tahirit parat e gatshme i kanë mbetur edhe 39.370 euro, ofër 15.000 euro. Fukarallak i malë, sa të thush. Ngoni hajnat e rrimës, veç ngoni. A përdeni, qëta që po blenë rrimë, qëta e të mëtëja. Që po blenë shtrajtë, për të mdojnë bugjetin e Kosovës. A përdeni kush jenë pa pronartë? A dini kush jenë pronartë? Dy vllazën, apo, njoni Marian, tjetëri Florian, apo, nëse s'ga bëj. A dini kënë ka për bashkëshorte Floriani, qikën e kujtë? Qikën e lutës, apo? Po pra. Njëri në kom e që ka lidhje. Jo, cilo e lidhje? Po me pa pas këtove të vendosja edhe një të zakat je. Pytja më të ja, e di kur e licencu. Pytja ja, po kjo pytje për mu, vista të zakujtë. A, të cila ko licencu. O, shumë regull, pytja ja më kështu. Shka është kjo licencu e të mëteja? A, din cilën ku? Pejteje në statuse. Pre kuj? Pejteje për këtyne dhe për Albinit. Jo, prej Abdullahotit. Për Abdullahotit? Për 3 muj ditë kryeministër që kë huti i LDK se shkon të shkatru këtë Kosovën. Rahmet për gjalli këti Bek Berisha se ka njerë për do të më qumë me livrit në kom, se i lendë fjallë shumë forta, tha këta që shdoken të atë LDK-s, tha këta rinë tha me kravata, e të lepin tha kështu mirë si me konë intelektual, ama tha të këpusin të vjedhë. Që kjo është realiteti, kush dërë me votu LDK-n, votëne, ama që kjo është realiteti që është vjedhin.